Shikues nderuar, jemi me ndeshjen e 4 dhe patyshim do të jetë njëra prej ndeshjeve interesante gjithashtu, ku takohen skuadra B-Term me të veshurat e kaltërta dhe skuadra 029 Sport me të veshurat të bardhë kaltër. Dhe ja formacioni e skuadrave B-Term ka këtë formacion: në port Arbenit Behluli, 2 Besart Krasniqi, 3 Drilon Krasniqi, 4 Ragip Thaçi, 11 Arvanit Regjaj, 17 Shpejtim Totaj dhe numër 7 Bajram Azizi. Ky është formacioni i skuadrës B-Term. Ja Ragip Thaçi në ndërhyrje, mundësia për të shënuar dhe nuk arrin për pak ta gjejë cakun. Në anën tjetër 029 Sport ka këtë formacion: në port Arvanit Krasniqi, 5 Rinor Zeka, 6 Petrit Aliu, 15 Fatim Dacaj, 14 Ron Sulejmani, 77 Granit Aliu. Ky është formacioni i skuadrës 029 Sport. Të dyja skuadrat në xhiron e parë kanë pasur paraqitje të mirë, pasi B-Term në një ndeshje derbi ka shënuar fitore ndaj skuadrës Besi Hermes 3-2, ndërsa skuadra 029 Sport do të shohim ka shënuar fitore ndaj Habib Gashit me rësa 3-1. Dhe një ansore, Bajram Azizi në ndeshjen e parë nuk luajti, sot mungojnë edhe lojtarë tjerë cilësor, siç është Fitim Krasniqi, Yll Mazreku, Shefki Kamberi, por kjo sigurisht nuk do të ndëgjohet. Ja aty mundësia, nuk arrin për pak topi deri te Drilon Krasniqi, Ragip Thaçi, Drilon Krasniqi përsëri. Humbin topin futbollistët e skuadrës B-Term. Është ky Rinor Zeka, nuk shkon pasimi Rinor Zekës, bllokohet nga Bajram Azizi. Aty është Patlum Dacaj që mirë mban topin në posedim. Anën tjetër tani Gentrit Aliu. Rrshqet Aliu, por e mban topin, vazhdon ka gjuan me këtë gjuajtje, me këtë goditje që nuk tregohet i saktë. Thaçi. Besfort Krasniqi dhe portieri Behluli. Edhe njerë Besforti nuk ka ndërhyrje të parregull, megjithatë dëgjohet vërshëllimi i magjistarëve. Arvanit Krasniqi, gjyqtari i futbollit, studenti i Fakultetit të Kulturës Fizike të sportit, nuk kalon ky ndërpërtim aty. Kemi rivënje tjetër ansore për skuadrën 029 Sport. Ishte Petrit Aliu që bëri Arvaniti me një tentim nga distanca, Thaçi. Kemi rivënje pundore, nuk ka korner. Vazhdon Krasniqi, Besfort Krasniqi, ja mundësia! Gjuan, por jo në mënyrë më të mirë të mundshme. Arvanit Krasniqi. Krasniqi duket pak më të avancuar. Ja mundësia në anën tjetër. Aty të kemi gol. Por ndërhyn Bajram Azizi në çastin e fundit. Dëgjohet vëshëllima të gjyqtarit Eduard Aliaj. Shohim çfarë ka sinjalizuar. Në kam të qartë më duket goditje indirekte, si duket, goditje indirekte pra, për skuadrën 029 Sport. Është aty Petrit Aliu pranë topit. Është shumë afër. Do duhet të bashkëveproj sepse është gjuajtja indirekte. Dhe ja gjuajtja aty e Rinor Zekës që devijohet. Kemi korner. Petrit Aliu. Do shkoj këto për Rinor Zekën. Zeka, mundësia për të gjuan, por pret portieri Behluli. Besfort Krasniqi. Behluli. Drilon Krasniqi. Ragip Thaçi. Gjuan me këtë tentim aty Ragip Thaçi, mundua ta befasonte Arvanitin, por pa sukses.
krahun tjetër, Arvaniti përsëri, organizatori lojës. Ja mos në anën tjetër, Gjuan, futbollisti Dacaj, për pak nuk tregohet i sakt pasi dopi është bllokuar. Arvanit Krasniqi. Bajram Azizi ndërprer këtë aksion. Thaçi, duke sfort Krasniqi. Thaçi edhe një herë. Dhe ja mundësia për drilon Krasniqin. Nuk tregohet i vëmendshëm sa duhet. Arvanit Krasniqi. Dacaj. Gjuan Dacaj Zhakas, por nuk arrin të shënoj. Jara Gipi aty Thaçi gjithnjë, por Arvaniti tregohet më i suksesshëm. Kemi rivënie anësore. Drejlon Krasniqi, Ragip Thaçi, Zeka, bandon të mbajt tope në pronësi Thaçi, nuk shkon tope aty sakt deri te Besfort Krasniqi, por kemi rivënie anësore, Azizi, Besfort Krasniqi, pasime të sakta këto të skuadrës B Term, Thaçi gjithnjë, ja me këtë tentim aty Besfort Drejlon Krasniqi. Tope vjen deri te Bajram Azizi. Thaçi. Drejlon Krasniqi. Thaçi. Njerë Drejlon Krasniqi Gjuan, por pret portieri Arvanit Krasniqi. Aty Dacaj largon topin, edhe njerë Dacaj në krahun e gjatë. Depërtimi i tij. Gjuan rëmbyeshëm, por pret portieri Behluli. Kemi korner për skuadrën. Zananisë në sport, Zeka, gjuajtje e tij, bllokohet kjo goditje. Dacaj. Minuta e 7 gati po kalon. Ja aty Tretaliu ka humbur topin skuadra dhe mundësi. Çfarë rasti i mirë aty për skuadrën B Term. Ishte një goditje dinake e Arvanit Rexhajt. Ja Zeka në krahun tjetër. Zeka në duel me Ragip Thaçin. Vështirë të kalohet Ragip Thaçi, futbollisti i cili luan në qendër të mbrojtësit të skuadra Drini Bardh, ka një përvojë edhe qysh më herët nga klubin e futbollit Liria. Rinar Zeka, gjuajtja e tij nuk e gjen sakon mbi kuadratën e portës. Thaçi. Arvanit Rexhaj. Thaçi në të majtën. Rexhaj edhe një herë tenton me këtë mjesht. Gjuajtje mjeshtërore, por nuk e gjen sakon. Vazhdon të mbetet rezultati 0-0 tani kur po kalojnë 8 minuta lojë. Krasniqi, Thaçi. Ata shkoj këto i shpejt pak për Besfort Krasniqin. Rivënie fundore. Arvanit Krasniqi, portieri i skuadrës 0-1 Sport. Pra skuadra, pra kompania 0-1 Sport, përveç që bën transmetimin e të gjitha ndeshjeve të këtij turneu, dhe jo vetëm të këtij edicioni edhe më herët, po merr pjesë edhe me një ekip për ta nderuar turneun dhe dëshmorin e kombit. Habib Gashi. Ja tani Ragip Thaçi. Topi saktë në të Besfortit. Ja mundësia. Aty për pak nuk vjen deri te topi Bajram Azizi. Ishte rast i mirë për skuadrën B Term. Dacaj. Tari mirë. Ja. Topi kthyer prapa deri te Zeka. Rexhaj. Mbani Krasniqi, Arvanit Krasniqi. Zeka. Pozita për të gjuajtur. Rëmbyeshëm, por pret portieri Arbenit Behluli. Gjithçka mbetet e barabartë 0-0. 9 minuta lojë, edhe 3 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Ndeshje e fortë kjo. Arvanit Krasniqi në top në drejtim të Petretaliut, e marrin topin lojtarët të skuadrës B Term. Kthehen më njëherë ata të skuadrës 0-1 Sport. Shpëtim tota është inkuadruar në lojë. Thaçi, Azizi. Shpajta dhe njëherë. Gjuan Shpajta pret tërthorësën e portës së portierit Arvanit Krasniqi.
Ja Taçi për paksa nuk e befasoi këtu portierin Arvanit Krasniqi, cili megjithatë shpotoi portën e tij. Rexhaj për Thaçin. Behluli. Shpajta. Arvaniti. Thaçi. Lagipil pozit ballore për të gjuajtur. Gjuan për bllokohet goditja e tij. Ja mundësia me kokë aty për të shënuar, golli ishte i zbrazur. Në momentin e fundit largon Arvanit Rexhaj, mundësia më e mirë për skuadrën 0-29 të shënoj gol. Der shpotimtar i ekipit B-Term Arvanit Rexhaj. Dhe janë goditje nga portieri. Edhe një tentativë tjetër aty e skuadrës 0-29 Sport. Dy raste të një pas njëshme. Ishte Dacaj ai që tentoi. Luftohet maksimalisht nga të dy anët. Zeka në mes të dy tre futbollistë e humb. Dhe jo mund të jetë rrezikshme. Rexhaj mundësi ideale. Shpëton Arvanit Krasniqi portën e. Ja tani kundër sulmi. Dacaj. Gjuhetje. Se rëmbyesh me kjo gjuhetje, po ka pritur portieri Behluli dhe ka dërguar topin jashtë. Ndeshje interesante kjo. Ja mundësia tjetër gjuhetje. Kërkohet nga Arvanit Rexhaj. Levan jansore për skuadrën 0-29 Sport është pikrisht Garintaliu, por ja kalon Dacajt. Krasniqi. Ja mundësia dhe do të kemi gol jo, çfarë rasti? Rasti më i mirë në ndeshje. Petri Daliu ishte pothuajse i mposhtur Arvanit Behluli. Ja Zeka me këtë gjuhetje të fortë, përsëri bllokohet nga Thaçi. E në anën tjetër kundër sulmi, mund të jetë kjo rrezikshme. Sa në anën tjetër, ja rasti tjetër, edhe një herë shpëton aty. Dy herë radhazi Arvanit Behluli. Lojë e mirë, duar trokitjen nga një numër i madh i shikuesve. Lojë shpejt si të njerëz as skuadrës tjetër. Ja rasti për shënuar Arvanit Rexhaj. A do të kemi gol të shënuar? Po! Shënon Ragip Thaçi. Minuta e 12. Se sekondën e fundit të pjesës së parë. 1-0 për B-Term. Lojë fantastike, 12 minuta kaluan pothuajse si 12 sekonda. Zeka. Krasniqi. Me këto të gjatë, prej dy raste të 100% i pati skuadra 0-29 Sport, nuk u shfrytzuan, priti portierin ndërsa B-Term realizoi. Pas pak në pjesën e dytë. Me kthyer në pjesën e dytë të nderuar shikues, pas 12 minutave të para, rezultati 1-0 në një lojë fantastike. Pati mundësinë të shënonte skuadra 0-29 Sport, mirë po nuk i realizuan. Në anën tjetër B-Term realizoi dhe shënoi fitore. Arvanit Krasniqi, top për në kodrit të paralyeshme, bashkë do të sulmi tani dhe shumë shpejt Arvanit Rexhaj realizon për 2-0. Qysh në sekondat e para të pjesës së dytë. Arvanit Rexhaj, lojtar fantastik. E tani më shumë angazhim duhet skuadrës 0-29 Sport të shënoj dhe të ndjek rezultatin. Krasniqi. Nuk arrin të mbar këtë top aty Dacaj. Ragip Thaçi. Krasniqi gjuan. Për pak nuk e gjen cakun. Ishte kjo goditje e mirë. Drilon Krasniqit. Zeka. Bojnë futbollistët e skuadrës 0-29 Sport. Bajram Azizi merr këtë top. Behluli. Rexhaj. Azizi. I saktë për Drilon Krasniqin. Thaçi kombinim me këto të shkurta të futbollistëve të skuadrës B-Term. Ja tani një top i pasakt nga Drilon Krasniqi, rivenja ansore për skuadrën 0-29 Sport. Arvanit Krasniqi. Nuk shkon këtë top të Dacaj, kemi rivenja ansore. Garintaliu.
Zeka, gjuan nga një pozitë të vështirë, për pak nuk realizon. Mundësi e mirë kjo për të shënuar golin e parë skuadrës Zëranisë në Sport. Korner, ja një tentim aty nga Ron Sulejmani. Krasniqi. Shpejtim Totaj. Arrin të bashkëveprej aty me Arvanit Regjen. Rikthehet në lojë Besfort Krasniqi. Arvanit Krasniqi. Ka po në pasim të topit, Ragip Thaçi nuk shkon topin e të shpejtim Totaj, me gjithatë po. Dhe ja tani mundësia për Zëranisën në Sport. Dhe për pak nuk ka arritur të shënoj aty Gentrit Aliu nga një pozitë jo edhe gjithaqe përshtatshme. Nuk e gjen Caku, nuk ka goditje nga këndi. Vazhdon loja. Ja, Drilonët. Krasniqi me këtë gjuajtje. Për pak sa nuk e shënoj golin e 3 për skuadrën Bë-Term. Arvanit Krasniqi. I pasakt Krasniqi në drejtim të Rinor Zekës. Do të jenë pasimet më të sakta, ndoshta do mirë të pasohet më shkurt. Ja, Besfort Krasniqi. I sakt për shpëtim Totajn. Totaj dëbërton nga krau i djallë. Ka përballë. Ja, aty nuk e pranon këtë top si duhet Besfort Krasniqi. Dacaj. Aliu ka kthyer topin prapa, kemi ndërhyrje të parregullt. Dueli midis Dacajt dhe Besfort Krasniqit. Nuk ishte qëllim Dacaj. Topi takon Arvanit Krasniqit, i cili duhet më tepër të dalë në fush. Minuta e 5 e pjesës së dytë. 2-0 është asodhi në favor të ekipit të Bë-Term. Skuadër kjo e cila synon të shkoj në finale të këtij turneu. Ja, Totaj që është kthyer mrapa. Për presion skuadrës Zëranisë në Sport, është aty Sulejmani, përfitojnë rivënjë ansore lojtarët e ekipit Zëranisë në Sport. Janë një tentim nga Dacaj, korner për ekipin Zëranisë në Sport, nga Djata. Dacaj pran topit, mundua me njerë ta shërbente aty futbollistin Ron Sulejmani. Kthyer prapa, Arvanit Krasniqi me këtë gjuajtje. Kërkohet goditja nga Krasniqi, e në anën tjetër Besfort Krasniqi për pak. Nuk arrit të shënon të ja tendimin në anën tjetër. Pret Behluli, i jashtëzakonshëm Behluli. Zeka aty, Gjuan Pingulja shpëton aty nga një pozitë mjaft e vështirë. Behluli, Thaçi. Besfort Krasniqi. Shpëtim Totaj që blokohet nga Dacaj ka goditje. Rivënjë ansore. Drilon Krasniqi, gjuajtje e tij e mirë, por lehtë ka pritur portieri. Ja, një tentim tjetër aty nga distanca nga Sulejmani. Kemi rivënjë nga këndi, nga krahu i majt. Dacaj, Rejaj, pak ishte Arvanit Krasniqi që nuk arriti të ja ka bëj aty Drilon Krasniqi dhe ja mundësia për skuadrën Zëranisë në Sport. Dacaj! Gjuan për pak, nuk e gjen Cakun. Kemi korner. Dacaj do të harkojnë nga këndi. Zeka, gabon Zeka e mundësia tani! Çfarë rasti, çfarë pritje aty nga Arvanit Krasniqi, gjithnjë shpëtim Totaj. Zeka tani shpëton. Ka mundur fare le skuadra 0 Bë-Term të shënoj golin e 3. Besfort Krasniqi, Behluli. Drilon Krasniqi. Prapa dhe të Besfort Krasniqi. Behluli. Totaj. Thaçi në fakt ishte. Ja, Besfort Krasniqi nuk arrin të pasoj aty në drejtim të Drilon Krasniqi në drejtim të Besfort Krasniqit. Ja tani Drilon Krasniqi mirë aty është dëgjuar. Pasi i sakt, pasi ston
Stilon Krasniqi për shpëtim totaj në ky realizon për 3-0. E tani skuadra Btërm është në rrugë të sigurt për të kualifikuar në çerek finale totaj. Stilon Krasniqi, Ragip Thaçi. Nuk shkon ky pasim aty i totaj në drejtim të Bajram Azizit. Krasniqi, Dacaj. Edhe një tentim i Dacajt nga distanca, por pritje e suksesshme Arbenit Behlulit. Gabon Aliu, dhe mundësia për golin e 4. Ka shpëtuar në çastin e fundit Arbenit Krasniqi. Dhe mundësia në kanën tjetër. Por nuk shkon ky pasim i Sulejmanit, dhe në anën tjetër ato kemi golin e 4. Bajram Azizi, pozita ballore, mundohet me paraboll të shënoj. Nuk realizon. Megjithatë merr duart trokitje nga shikuesit e pranishëm. Gabon Petrit Aliu. Por kemi rivënie ansore. Ron Sulejmani. Gjuan me të majtën. Ka pritur portieri Behluli, kemi korner. Kemi në minutën 9. Ja Aliu gjuan nga një pozitë që blokohet nga Bajram Azizi. Ja Ragip Thaçi, mundësia për golin e 4. Top i mirë aty në çastin e fundit. Shpëton portën Arvanit Krasniqi me këtë ndërhyrje të sigurt. Ja një goditje tjetër, por nuk e kryen këtë rivënie nga këndi si duhet. Shpëtim totaj dhe topi i merret. Dacaj. Shkon kjo diagonale në drejtim të Aliut. Thaçi. Dacaj tregohet më i suksesshëm përballë Thaçit. Dacaj pozita për të gjuajtur aty. Vendosi të bashkëvepronte me Gendet Aliun. Totaj Thaçi mundua ta gjente aty shpëtim totaj në zonën e portës së Arvanit Krasniqit. Azizi. Mirë prapa deri te Behluli. Ja mundësia tjetër tani. Thaçi bukur aty, por në çastin e fundit largohet rreziku pranë golit të 4 skuadra Btërm. Dhe ja mundësia tani për golin e nderit, nuk ka arritur të shënoj Petrit Aliu. Thaçi e tani aty ndërhyrje pa rregull të taktike kjo ndërhyrje Ron Sulejmanit për ta shpëtuar portën. Kemi goditur të dënimi Ragip Thaçi dhe të gjuhet direkt në port. Apo do të bashkëveprojë të shohim. Totaj ka gjuajtur, ka prekur aty për Kërentrit Aliu. Kemi korner për Bajram Azizin që ta bëjë rivënien nga këndi. To për Stilon Krasniqin që ka mundur për pak të shënoj autogol. Korner. Arvanit Krasniqi. Gendet Aliu. Tani mundësia për të shënuar. Ka dalë portieri. U shkthyer më njerë aty dhe ka realizuar skuadra 0-1 Sport përmes Dacajt. Fatlium Dacaj. 3-1 është rezultati. Edhe 1 minutë e 15 sekonda deri në fund të ndeshjes. Ja një tentativë tjetër e shpëtim totajt. Azizi. Stilon Krasniqi, Azizi depërton në ekranin e djathtë, por nuk arrin ta mbaj topin në posedim. Ja Dacaj. Bukur aty pasimi, për pak vjen nuk. Dhe ato da kemi golin e ditë. Po, realizon Gendet Aliu. 2 gola të një pas njëshëm të skuadrës 0-1 Sport. 3-2. Se 30 sekondat e fundit, ato të ketë kohë ekipi 0-1 Sport të shënoj golin e barazimit. Rexha është kthyer në lojë. Thaçi, Arvanit Rexhaj, depërton nga krahu i majt. Mundësia për të arkuar, kërkon Bajram Azizin, nuk arrin ta gjej. Mundësia tjetër, ato s'ket barazim. Ja mundësia! Barazohet! Rezultati në sekondën e fundit, thuese. Shënon Ron Sulejmani, 3-3. Lojë interesante. Në pjesën e dytë
Skuadra 0-29 Sport ka arritur që të shënoj golin e barazimit dhe ja të kërkon edhe golin e fitores, por ka ndërhyrë Bayram Azizi. Kanë kaluar 12 minutat e është rregull, por do të shohim aty, a do të ketë shtesë nga ana e gjyqtarëve, edhe një tentim aty nga ana e Petrit Aliut. Nuk ka kohë më këtu, përfundon koha rregullt, 3-3 do të jenë penaltit përcaktues për fitoren e këtij ballafaqimi. Lojë fantastike e të dyja skuadrave dhe padyshim loja më e mirë në mbrëmjen e sotme. Dhe ja tani penaltit të para do të gjuhen futbollistët e skuadrës 0-29 Sport dhe është aty Rinor Zeka. A do të jetë më i suksesshëm Rinor Zeka apo Arbenit Beluli? Zeka merr hov, gjuhen dhe pret portieri Beluli. E tani Ragip Thaçi. A do të jetë më i suksesshëm Ragip Thaçi apo Arvanit Krasniqi? Ragipi merr hov, gjuhen dhe pret. Ka pritur Arvanit Krasniqi. Vazhdon të mbetet e barabartë gjithçka. Vazhdon penaltia e dytë. Fatlium Docaj është futbollisti i dytë që do të gjuhej për skuadrën 0-29 Sport. A do të shënoj Fatlium Docaj. Docaj apo Beluli? Docaj merr hov. Gjuan dhe përsëri pra aty. Pak ka prekur portieri Beluli, edhe topi ka prekur pingulen. E tani Bayram Azizi për skuadrën B-Term. Bayram Azizi apo Arvanit Krasniqi. Azizi merr hov, gjuan, nuk e arrin të gjej kuadratin e portës, gjithçka barabart. Penaltia e tretë për ekipin 0-29 Sport do të jetë Ron Sulejmani. Ron Sulejmani, a do të shënoj Ron Sulejmani, të paktën ne kemi golin e parë. Ron Sulejmani dhe gol i shënuar. Në e përsi skuadra 0-29 Sport. Tani fati për të vazhduar apo për të humbur ndeshjen në duart e futbollistit Drilon Krasniqi. Drilon Krasniqi apo Arvanit Krasniqi, cili do të jetë më i suksesshëm? Drilon Krasniqi merr hov, gjuan dhe gol shënon. Baraz 4-4 sa dy përgjithshëm. Edhe nga një gjuajtje. Tani radha për Gentrit Aliun. A do të shënoj Gentrit Aliu? Gentrit Aliu ka realizuar Gentrit Aliu. E tani Arvanit Rexhaj. 2 me nisa i përket penaltive. Arvanit Rexhaj apo Arvanit Krasniqi? Dhe ka shënuar aty Arvanit Krasniqi, gjithçka barabart, vazhdon përsëri. Tani është Petrit Aliu. Ashtu siç ishte edhe loja e rregullt edhe penaltit. Ka pritur Beluli. Tani Shpëtim Totaj. Nëse Shpëtim Totaj shënon gol, këtu përfundon gjithçka. Nëse jo vazhdon betejë. A do të realizoj Shpëtim Totaj. Shpëtim Totaj gjuan dhe ka shënuar fitore skuadra B-Term me rezultat të përgjithshëm 6-5. B-Term shkon në çeyrtfinale. Vazhdojmë me ndeshjet e radhës në gjirës së dytë. Faleminderit për vëmendjen deri në transmetimet tona të ardhshme. Mirëmbëjtje.